përmendesh shtetërrethim, po ta shikosh atje lart në rrugë, rrin edhe ca policë tjerë që kontrollojnë dhe monitorojnë çdo lëvizje që ne bëjmë. Dhe kjo ndodh çdo ditë, momentin që ne afrohemi për tek kantieri i ndërtimit. Shikojmë gjitha ne forca policie që raportojnë në çdo moment çdo lëvizje tonë. Dhe ne nuk druhemi, nuk vim në përskuta, ne vim rrugës që kemi përdor gjithmonë me shekuj këtu dhe vim te prona jon. Nuk kemi frikë nga askush, duke ditur që kjo është prona jon dhe jemi të bindur që është e drejta jon. Vendimi i parë i gjykatës ka folur se e drejta kujt është. Prokurorisë Shkodrës ja kemi vënë dispozicion dokumentat për të dalë drejta kujt. Gjykatës, sepse personi pretendon që i ka fituar gjithë gjyqjet dhe ka nxjerrë dhe certifikat punësie. Po, ai ka fituar gjithë gjyqjet, po mënyra se si ka fituar gjyqjet është shumë interesante, sepse ai ka mbyll gjyqin brenda 11 muajve, ndërkohë që Fisi Malaj ka hap gjyqin para tij dhe ka mbyll javën e kaluar. Diferenca është shumë e madhe. Si ka mundësi që ai mbylli për 11 muaj dhe ne vazhdojmë me vite sorrallatemi dyrve gjykatave dhe nuk na jepet një përgjigje? Si ka mundësi që ATP-ja aty ktheu përgjigje brenda 3 muajve, ndërkohë që familja ime ka dosin që në 2014 në ATP dhe nuk merr asnjë përgjigje, vetëm disa përgjigje formale me listim ligjesh, afate kohore dhe në fund deri në fund të vitit, pastaj drejtohet gjykatës. Fund të vitit shtyjnë afatin kohor dhe 3 vjet tjera dhe ne vazhdojmë akoma presim përgjigje nga institucionet shqiptare. Pra ju presni përgjigje nga gjykata kurse zotria thua i ka marrë të gjitha brenda 11 muajve. Po. E qartë. Tani, çfarë gjyqi keni fituar? Është fituar gjyqi i apelit për Fisin Malaj, ku është njohur vetëm një pjesë e tokës, 2.1 hektar tokë. Po. Tani ai 2.1 është përfshihet këtu brenda? Ai 2.1 hektari përfshihet brenda 1500 dynëmsh që ka falsifikuar Fatmir Shpellza. Gener Dyçi pretendon që nuk e ka përfshirë në projekt. Në vijim të zhvillimeve dhe pretendimeve të shpërndara ditët e fundit në media dhe rrjetet sociale lidhur me projektin turistik Blue Borg në afërsi të Ranës së Hedhun në zonën e Velipojës, kompania Gener 2 ndjen detyrimin të informojë opinionin publik me qartësi, përgjegjësi dhe transparencë të plotë si më poshtë. Procesi gjyqësor për të cilin është përfolur në mënyrë tendencioze, siç mund të shihet edhe nga harta ilustruese, nuk ka asnjë lidhje me perimetrin ku aktualisht po zhvillohet projekti Blue Borg dhe përpasoj nuk ka asnjë lidhje juridike apo faktike me kompaninë. Gener Dyçi harron që ai 21 dylymshi është brenda 1500 dylymshi që ka falsifikuar Fatmir Shpellzaj. Pra ju thoni i qëndroni fjalës se ai ka falsifikuar. Ai ka dalë në një media të Shkodrës, pavarësisht se ne i kemi bërë ftesë. Po. Dhe do donim realisht kishim një përballje për të mos mbajtur krah. Po. Por zotria nuk është përgjigjur herën e parë, nuk e di, nuk do dhe fare në Shqipëri diçka tjetër. Jo, në Shqipëri është ai zotria dhe nuk pranon të përgjigjet për asnjë media, sepse ai nuk mund të përgjigjet se nuk i ka kur gënjen, duhet mbrosha Libin që ke gënjur. Po ai ka ca letra që i ka treguar tek Shkodra, portali Shkodra Sot. Po, ato letrat ja ka dërguar me incizim me regjistrim, as nuk ka pranuar që shkoj ta marrin pyetje gazetare, as asnjë gjë, thjesht i ka dërguar një video, këto janë dokumentat e mia, me këto dokumenta mbroj tokën. Tani po them një gjë, në videon që i ka thënë te portali Shkodra Sot, ai thot, më kthehet prona që i kanë marrë gjyshërve të fëmijë, shteti komunist. Një pyetje kam unë për Fatmir Shpellzën. Si ka mundësi që gjyshërve tu ju janë marrë 1500 dynëm tokë dhe nuk ekziston asnjë emër i tyre në listën e gjithë fshatit Malkolejve, sepse kur ka qenë e njohur zona më përpara, juridikisht ka qenë Malkolejve. Ndërkohë që gjithë ta banorët që shikon këtu e kanë emrin në atë listë. Te lista e sekuestrimit, e shtetësimit. Po, e kemi gjithë emrin. Pra ju e keni të gjithë emrin? Po. Ai nuk e ka emrin. Ai nuk e ka. Ai ka gjithë tokat tuaja dhe nuk i ka emrin të tua? Po. Nuk e ka emrin aty. Ndërsa ne kemi ajo lista, ne mund të ta vëmë dispozicion, është marrë në një proces gjyqësor nga avokatura e shtetit. Nëse dëshiron të them edhe zyrën ku mund ta marrësh, është arkiva. E kemi sepse e kemi marrë që nga emisioni i parë atë listën, madje me zotin Prek. Është listimi i gjithë familjeve të Velipojës. Preka ku ndodhet sot, se e kishim për emision? Preka është duke u dorëzuar në polici, sepse është shpallën kërkim nga dita e shtunë, që ne kemi bërë një protestë dhe janë shpallën kërkim, janë në nënhetim edhe unë jam në nënhetim, janë shpallën në kërkim gjithë çunat e ri dhe gjithë ata që kanë parë që kanë qenë protagonistë protestës, janë shpallën në kërkim me motivin që ne mos vim këtu të ndalojmë punimet. Pa kanë policera po hap bukën në asnjë. E ham të mërshëm. E ham që nuk ka sent fëmia jam në fyt. I do të pistem. E ham shpërçinor se ta ka siguru baba jot. Vetëm se ti del vdekje. Do të mbrojmë del vdekje. Vesh liri do të jetë. Nuk ka
ky shkurvet që e kësën tokën tuj. Para rjadhi! Nuk i ka rjadhi! Si ka gëzu kur shkur tokat tona. 500 vjetë kërë Jo, po, me me shka! Por ne jo kemi thënë, ju shpallin kërkim këtë doni, arrestoni këtë doni, ne më të fort do na bëni, më fort do vazhdojmë të rezistojmë dhe më fort do mbrojmë pronën e fëmijëve tanë. Unë këtë pronë këtu e kam të djalit tim, e ka blet gjyshi vet, unë jam nuse këtu dhe unë nuk e lëshoj këtë tokë sepse është e djalit tim, ja ka lënë gjyshi vet, e ka blet 4 gjyshi ti dhe ja ka lënë gjyshi ti, nuk mund vi as Fatmir Shpeza, as Bashki Mulaj, mendimin e policisë, mendimin e politikanëve, mendimin e gjithë kriminalave të Shqipërisë të na azaptoj tokën tonë. Kjo është prona jonë dhe do të qëndrojmë deri në fund. Kriminalët, i keni parë këta kriminalë, sepse thuaç kriminalët do thotë që i keni parë këtej vërdall. Kanë qenë më përpara këtu. Kanë qenë. Tani nuk jetojnë më. A nuk jetojnë më ata që vinin bënin presion? Po. Se kanë pasardhë? Po. Po në çfarë viti filluan të vinin që i vunë syrin? Ata kanë filluar që nga viti 2008 që të pretendonin këtu dhe të vinin të silleshin rreth tokës. I njëjti pronari, i njëjti person. Fatmir Shpezaj. Fatmir Shpezaj ka qenë vitin 2008, ka pretenduar që prona është e vetja. Ka një gjë interesante në pretendimin e pronës tij. Po, se këtë do e thojë, se ai ka ato dokumenta, thotë kam këtë dokumentin. Kam këtë dokumentin. Tani një pyetje mund të ta bëj? Po. Ai pretendon që Çole Zeneli dhe Cuf Meti kanë lënë një testament në vitin 1956, ndërkohë që tokat janë sekuestruar në vitin 1947. Si ka mundësi që dikush në vitin 1956 ka shkuar në një zyrë noterie dhe ka përmendur që kam 1500 dylum tokë dhe ka lënë një testament? Sepse më sa di unë nuk kam lind në atë kohë, po më sa kam dëgjuar nga familjet e mia kulake, nuk kanë guxuar të përmendin që kanë pronë. Jo më të shkojnë dhe të bëjnë një testament. Pastaj Fatmir Shpeza ka paraqitur edhe një dokument tjetër, një vërtetim të vitit 1997 që pretendon që ka marrë nga hipoteka Shkodrës. Disa ditë para se djegej arkiva e Shkodrës, që janë djegur gjithë dokumentat dhe ne nuk marrim dot më dokumenta nga aty të asaj periudhe sepse janë djegur. Në theshtatës. Po, në theshtatës ai pretendon që ka marrë, po ka bëj gabim ai se ka bërë falsifikim amator, se ka ngatruar vulën edhe pullën, ka vendosur pullën në mas vitit 2000 dhe vulën e ka vendosur 2016-s. Ka mos rakordim të elementeve të sigurisë. Të elementeve të sigurisë. Ka dhe gjë tjetër. Hipotekuesi që ka qenë në vitin 1995, 1996, 1997 në Shkodër, zoti Arben Selim Kopliku, një zotëri shumë i nderuar në Shkodër, i ka dhënë 2 herë vërtetime familje Prekmollës për certifikatën e pronësisë së pyllës së rjollës, ku janë të përfshirë 13 fise nga rjolli. Po, e ka bërë prezente tek emisioni. Dhe ka Arben Selim Kopliku ka dëshmuar edhe në gjyq që po e mbaj mend këtë rastin sepse më ka bërë shumë përshtypje që ishin shumë bashkëpronar. Tani prokuria e Shkodrës e ka shumë thjesht të shkojë ta thrasi zotin Kopliku, ti thoj këtë letrën e ke firmosur ti? Vetëm kaq të bëj. Po letra është e saktë ajo firma e tij? Nuk është firma e tij. Po e keni kërkuar vërtetim firmën siç e kërkon? E kemi kërkuar prokurisë që të bëjë aktin e ekspertimit të dokumentit për ta nxjerrë se nuk është dokument origjinal, po do të them edhe një fakt tjetër sepse ky si dokument nga që nuk mund të ritërhiqet një kopje nga zyra shtetërore, nuk merret si dokument bazë në proces gjyqësor. Nga vendimi i gjyqit të Fatmir Shpezës. Argumenti është që është djegur dhe s'kemi ku ta gjejmë origjinalin. Po, por nuk edhe thotë që nuk është dokument që mund të bazohemi 100%. Tani një dokument i fortë që thotë në vendimin e gjykatës Fatmir Shpezës është që certifikat pronësie familjes Jukaj. Ne të gjithë pronën e kemi bler nga familja Jukaj dhe thot familja Jukaj në lindje kufizohet nga Guri Çam dhe nga Çole Zeneli. Ai pretendon që Çole Zeneli dhe Cuf Meti kanë lënë testament. Guri Çam nga prona ku po zhvillohet resorti në bazë të lejes mjedisore të kompanisë Gener Dysh thotë që është 2.03 km. Nuk e them unë, thotë leja ndërtimit të Gener Dyshit. Tani nga vendi ku mbaron prona, nga ku fillon prona shkon mbi 3 km distanca nga Guri Çam. Pra prona e Çole Zenelit, sipas atij dokumenti, duhet fillonte te Guri Çam që është rana e hedhur. Ai është një monument aty që nuk ka lëviz asnjëherë dhe ai është vetëm kaq ka nevojë ekspertat për ta verifikuar që nuk ka lidhje me këtë vendi këtu. Dhe ata pretendojnë që prona që ka zhvendosur 3 km është absurd shumë i madh dhe nuk e di ai eksperti i Fatmir Shpezës si ka arritur ta sjellë pronën 3 km më këtej. Pra ju po thoni që i përket njësie tjetër administrative? Po, i përket ranës hedhur në Lezhë. Ajo prona e Çole Zenelit që në bazë të certifikatës pronësisë familjes Jukaj, bazohem gjithmonë aty. Po. Në bazë të atij dokumenti, nëse Çole Zeneli ka pas një pronë, ka pas të rana hedhur, nuk ka pas lidhje me rjollën. Pra ju nuk keni qenë kufi me Çole Zenelin? Jo. Ju vetë keni qenë me të? Jo, apo ka qenë një pronar tjetër? Asnjëherë s'kemi qenë kufi. Po kush është midis jush edhe... Tet Kola është këtu,
Po? Pastaj nga, domethënë aty ku shikon makineri që kanë shtru, aty është prona 8 kolës. Po? Pastaj nga pak më këtej fillon pylla rrjollës dhe vazhdon deri në rrjollën fshat. Pra ky është ai pylli që diskutohet. po. Tani gjithë pyllin e ka futur brenda? Një pjesë të pyllit, po plotësisht ka marrë pronën e 8 kolës. E kuptoj. Unë jam pjesë e familjes 8 kolës. E kuptoj. Sa trashëgimtar bëheni tek ajo familje? Ne bëhemi shumë trashëgimtar, jemi 7 shtëpi. Pastaj jemi 50 kunor që bëhemi trashëgimtar dhe kemi 400 dynëm. Ne jemi 50 kunor, kemi 400 dynëm. Fatmir Shpeza tek pull ka 1500 dynëm. Nuk ka as vlla, as motër, as xhaje, as hall. I është trashëguar mbas 4 brezave 1500 dynëm. Përsërisim të emrin e personit, por ai do duhet ishte këtu me ne që të diskutojmë. Po ai vetë ka përfshirë emrin e vet, e dim vetë me çfarë aferash e ka përfshirë, nuk nuk mund e ta keni them. kërkuar në ballafaqim mediatik. Nuk ka pranuar. E keni kërkuar? Patjetër, e kam kërkuar gazetar disa herë dhe Ne nuk ka. shkojnë në media, le të themi në emisione që merren me këto. Nuk ka pranuar të jap intervista. Televizive, ne kanë dalin në studi televizive. Kudo e keni kërkuar? Kudo. E kanë kërkuar edhe gazetarët e Shkodrës dhe nuk ka pranuar, ka refuzuar të japë Pra është intervista. vetëm ai informacion që ka ai portali, i vetmi informacion që ai ka dhënë në shtyp. Po. Edhe atë ka shumë e post. Çfarë po ndodh, sa veta janë polici? Në polici janë 2 veta ishin të arrestuar, tani janë ndërzuar dhe pjesa tjetër. Sa janë pjesa tjetër? Ishin 25 veta. 25 veta në total, 7 jemi në hetim, 2 të arrestuar edhe 15 kërkim. E keni mbet vetëm ju këtu që si jeni në hetim pjesa tjetër? Ne jemi këtu, pastaj disa tjerë janë duke marrë me avokatin në prokurori për të interesuar se si po shkon në gjithë çështja të çunave që janë atje, se janë me të padrejtë shumica atyre. Tani neve na akuzojnë keni dëmtuar pronën private, thot ai, dhe do procedoheni për këtë pjesë. Keni dhunu, thot forcat e kompanisë Berçani Security. Një pyetje kam unë për prokurorinë e Shkodrës. Me që ti po ndërhyn direkt dhe pa na arreston neve sepse thym 10 xhama. Po ne që po na vidhen 1500 dynëm dhe ke atë dosjen ton për 1 viti në zyrë, pse nuk e trajton për t'i dhënë drejtim situatës? Se për ata po vepron direkt, ndërsa neve na zvarrit 1 vit nëpër zyra dhe nuk na jep një përgjigje konkrete. Akti ekspertimit, un kam shkuar me avokatin vet për ta firmosur, ka qenë për të dorëzuar me datën 9 nëntor të 2025-s. Kemi hyrë mars sot. Dhe akoma akti ekspertimit nuk është dorëzuar. E kuptoj. Pra 5 muaj dhe nuk dorëzohet një akt ekspertimi për të verifikuar pozicionimin e kësaj prone.